Domthon ki lojtarë aty që ndoshta merr 10.000 muajin, mos më mujt me bu diferencën, mos më mujt me kry një lojë kur duhet me kry, kur kanë nuk hec loja, dalin lojtarët individual që e kryjnë lojën, po aty ka qenë diçka edhe ajo që e pa më të pamin domthon tifoz. Ka futbollist tek këto dy skuadra që paguan 10.000 euro? Po ndoshta u tash saks pedivish për më shumë se 1.000-5.000 po ka sigurisht. Edhe mos më kanë në gjendje për shembull me bu. E kalon edhe. E kalon unë tash se ditë sigurt se aty janë diçka po unë po i kështu një pyetje edhe trajnerëve që janë edhe ju në studio. Një lojtar që i merr 5.000 euro në muaj në Kosovë, po folmi për Kosovë, s'jem të fol për një vend tjetër. Mos më kanë gjendje me bu diferencën domthon. Është pak për ti mundesh me janë edhe 20, po. Po dhe. Rregullim. Për lojtari është? Po, edhe kontrata bëhet bos meritës. Unë besoj që për çfarë janë kontratat e veçanta, kërkush si merr porët e njëjta, nuk e kemi këtë shabllën po. Tash në Kosovë nuk pritet lojtari që i merr 5.000 euro me bë diferencën. Tash nëse i merr për 10.000 pritet me bë diferencën. Tash në Kosovë janë rrit standardet, pak edhe shumë mirë që ka. Kjo situatë me si një futbollist që me ke post një karrierë. Një lojtar që i merr 5.000 euro, e paska shumë që i morrin 5.000. Janë më shumë 5.000 euro në Kosovë, në futboll. Po, do të më dhon diçka kontribut. Po do të më dhon, po nuk është më 5.000 euro një shifër që në të kaluamën e kemi pa një shifër astronomike, sot 5.000 euro i merr një lojtar mesatar në Superligë edhe pjesa e epërme e tabelës. Nëse kthejmë realitet, nëse kthejmë realitet ku jetojmë 5.000 euro në këngë parë mi morëm. Në dallim me profesione tjera. Në futboll nuk janë vlerë më. 5.000 euro nuk është ndaj farë shifre shumë e madhe në kohën e sotme. Nëse nuk pajtoni me mua se keni polë në Prishtinë për shembull me Llopin, kush e ka po, në flet që ku janë, në tregojnë. Kemi po. Po çfarë po them? Po, babaj e pra që drita humbi, pastaj Ballkani, gjithashtu edhe Gjilani në anën tjetër Prishtina barazoj. Si të duk, xhiro interesante ishte. Nga pak i poshtë dyja, edhe Drenicën edhe Malisheven. Rezultati i Malishevës me Ballkanin, edhe pse Ballkani është favorit për titull që u kon nga fillimi i sezonit, nuk më duket befasi, sepse unë mendoj që Malisheva ka një super ekip. E kam thonë gjithmonë, befasi është pse Ballkani po lun kaq dopt kohët e fundit. Ktu ata e dinë më mirë, po neve po na befason duke i pa lojët. Kurse Drenica, unë mendoj që ka fituar me plot merit ndeshjen sot. Ka pas edhe raste tjera, edhe fitoren e dëshirojshin shumë, ma shumë se sot drita. Kurse Gjilani me Dugagjinin nuk e kum pa shumë, po është pak më duk befasi, se si ka ndodhë që ka ndodhë nuk e di. Kurse për Prishtinën e Re me